Tu kemi teme ujtë. Sa janë bo prova zgjidhjen e problemit të ujtë në rrethin tonë apo Sirnikës dhe këto. Dhe kjo një ide një zore mollë nuk e di ku çon ujin. Ma tregoni? Faktët dhe argumentet e mia afrojnë një faktor natyrë nuk është i morë serioz. Sot, si dje apo sot nuk di, bja sot. Tash mendoj qeveria kufemët aktuale si do të përballet dhe zgjidhjen e problemit të ujit. Kemi prej Kristina. Nga vetja kam pa disa opcione që shifen, po nuk shoh të zgjidhja pa gjatë dhe suksesme. Njëra prej varianteve të mia është krijimi i liçenit kudo qoftë nga rapoti, qoftë nga proji, dhe një rezervuar i madh liçenit të akumulon që e mbledh ujin, nga ky ujë mbledhur të mirët për ujë pije. Më thoni? Ne jam i bindur opcioni im që ka qenë proji të krijohet një liçej, ai bën për forme. Mendoj se arme nuk dihet se si do të rrezikohet uji dhe pakimi i ujit. Tu mendoj që do të jetë gjithashme që do të ketë diçka rreth ujit, që akumulimi i ujit liçeni që do të jetë i mjaftueshëm për ujitje ose për pirjen e ujit. Raportin mund t'i furnizoj të gjitha fshatrat që janë këto, për mendoj të gjitha fshatrat, Firaj, Brod dhe gjitha të janë, dhe të jetë dhe më i bartë më dikun tjetër, domethënë është i mjaftueshëm për mi furnizu rezervat e banorëve. Pas që furnizon rezervat e banorëve, e mundson edhe ndërtimin e ri të turizmit dhe ardhjen e banorëve të ri që do të krijohet mundësia e turizmit. Nga hapat kanë qenë shumë të mirë që është vazhdua rruga mbi xhami dhe është krijuar një parking shumë i madh që do të jetë parking i kerë, është e mundur atë. Dhe të vinë vizitorët, ka të qoftë dhe të kalojnë këto grykat dhe bukuritë e sharit. Vërejtja ime kryesore vjen do me thonë, e kemi shemëll Shpaku Koqida, e kemi vërejtja ime të Parku Nacional i Sharrit. Parku Nacional i Sharrit nuk është i angazhuar në trevën tonë dhe diskutimet dhe mundësitë, si do të mundësitë e shfrytëzimit. Pra kjo ka qenë vetëm një zore provë si vjen këtu dhe dedhët, do me thonë ka provu dikush ta krijojë diçka në një krye. Ja po provoj me pi ujë pak që. E mirë është ta.